mendon për Veriort? Veriort, ç'a mendon ti? Qa është kjo? Veriort, ç'a mendon? Të mendime. Jo, po them, ç'a mendon ti për Veriort? Po qa lidhje ka kjo? Po them më dha, ç'a mendon? Po të lidhje ka kjo? kërkoj, po të bëj pyetje, ç'a mendon për Veriorti? Po pse ma bën këtë pyetje? Po kam qef me të bëj këtë pyetje. Unë jam Veriort, ç'a mendon ti për Veriort? Qa të? Ç'është kjo pyetje? Po ç'a mendon? Ç'a mendon ti për Veriort? Tani, ka hyrë ky burri në Big Brother në brëm. Dhe personat që ky sulmoi për shembull, ishin le të themi në një farë mënyre ata më in të momentit. Pra, te Selina, te Kristi, te Miri. Me Lorën u përfshie nga ajo farsa e vogël që krijoi për si mision nga vllai i madh. Shiko, kjo pyetje që bën ky Kristit është tendencioze. Pse është tendencioze? Është tendencioze sepse ky tani duke ardhur nga jashtë, patjetër ka parë një pjesë të ignorantëve dhe që kanë qef këto përçarjet, jug veri, lindje perëndim, na vermoshin konispol, pa harrojnë që janë shqiptarë lumëllënjt. E një pakicë e vogël ignorantësh. Tani, kjo pyetje është tendencioze për Kristin. Është tendencioze sepse ky pyet Kristin, Kristi nuk është budalla, shumë i zgjuar se e kapi atë, sepse ti ke ardhur këtu të bësh ndasi, tha. Që Kristi të thojë në një llaf dhe të krijojë një lloj urrëtie për veten e vet të publikut. Pra, të krijojë një urrëtie publiku kundrejt Kristit se për një X gjëje që kishte pritshmëri ky lojtari i ri që hyri për të arritur qëllimin e tij, le të themi. Por nuk e arriti. Por fatkeqësisht, si ky, ka shumë jashtë. Unë i quaj ignorant, këta që thonë për shembull ne të veriut jemi më të mirë, ju të jugut nuk jeni asgjë, ne të jugut jemi më të mirë, ju të veriut jeni trash, ju të jugut jeni të holl, ju të veriut jeni të gjatë, ju të jugut jeni të shkurt. Është ignoranca më e madhe që ekziston akoma sot e kësaj dite. Më pëlqeu se si e shmangi me atë qetësinë e vet Kristi, sepse e kuptoi se ku do dilte. Pastaj ndryhyn Selina dhe Selina i thotë që i njoh unë Verior si janë, tha. Janë burra, tha. Po jo burra la fazana, tha. Aty u step ky, u hëngërt mortja. Po një buk hani, një diell u ngro, një tok ju mban, një gjak u rrjedh në vena, një gjuh flisni, se qa mu t'i kini që i ndani, jo po jugu, jo po veriu, jo po... Pse përçajni për veten tuaj, ndër veti?